Para vendimit gjykatës kushtetuese, mbaj mend se Kurti kishte dërguar një ftesë partive politike për të takuar, por gjitha ishte të mendimit se duhet pritej vendimi më pas të takoheshin. Dhe pas vendimit nuk vjen asnjë ftesë. Unë nuk du me aludu, zoti Kurti e ka kriju këtë narrativ edhe të opinioni publik, edhe ato që thatë nga zoti Konjuvca, që ta shojmë kush o fajtori, që me dalë para poplit dhe me mbledh vota, por unë jam i bindur se qytetarët e Republikës Kosovës e kanë të qartë kush o fajtori, se fajtori është doherë kush o përgjesi. Ta është çka më pyet ti mu, ti e përgjes, çka përgjigj na unë, unë jam përgjes. A konsideroni zotri Beqa, ndjes që ndërpres shumë, ju kërkoj ndjes. Mirë po, a konsideroni sepse edhe gjatë përpjekjeve për të konstituar kuvendit, po të njëjta deklarata ishte nga partitë opozitare duke thënë se faji i mbetet partisë më të madhe, e cila ka një numër më të madh të deputetëve, e njëjta gjë po ndodh edhe me çështjen e presidentit. A konsideroni se sërish partitë opozitare deri diku po bie në grackën e Kurtit dhe po krijohet narrativa se partitë opozitare janë bllokuese dhe lëvizjeve të vendosje po tenton të bëjë zgjidhje? Unë mendoj që zoti Kurti e thon me keqardhje, po është një mashtrues ordiner i cili përgjon formën çish me mashtru qytetarin, po jam i bindur dhe besoj fuqishëm se qytetarët e Republikës Kosovës do të gjykojnë drejt në të kutia e votimit në qershor, sepse nuk kanë kohë për të humbur. Nëse kanë besu me ta dhonë mandatin, e ki mashtru njerë që faji opozitë se nuk po na lojnë me qeverisë. Ta rriti dozën këtë rast qytetarit, te epi vota ma shumë. Ti prap nuk po bo marrëveshje. Edhe ato vota i ka morë me atë farë bashkimin që ka pas me listën Goxha dhe me presidentin Shkuri. Ajo realisht Vjosa Osmani gjatë gjithë mandatit i ka shërby ma shumë Albin Kurti se sa institucionit presidentit. Ka qenë i vazale e Albin Kurtit, e cila dhe arriti me ja caktu datën e zgjedhjeve ashtu çfarë i konvenoi zotit Kurti. Ne nuk ishe pa konvenim për parti tjera, por gjitha agendat, qysh ka dorë zoti Kurti, ajo ka qenë dispozicion zotit Kurti. Dhe normal që ato vota në 28 dhjetori kanë fitu bashkë. Çka ndryshon situatën tashmë, kur Ngërçi është jo për kryesuesën e kuvendit, por për çështjen e presidentit? Situata ndryshon sepse qytetari nuk ka kohë pa kufi me humb. Ne peshojmë që nga çmimet e larta, nga një nivel jo i mirë ekonomik i vendit, nga një nivel jo i mirë politik i vendit, nga një fartkurje shtetit dhe mos bashkëpunimi me faktorët ndërkombëtar, ne kemi pa që nuk kemi, për shembull, nuk kemi mas në agjendë, mas probleme, njerë ish lufta e ndoshtë në Ukrainë me Rusi, ta është lufta në Iran me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Iranin edhe Izraelin, edhe të rasti i Gazës, do të thotë këtë qëndrimi dhe fokusi i agjendës botërore, në këtë rast i fuqive dhe aleatëve të Kosovës, është i orientuar në pjesën e lindjes, nuk është i orientuar në Kosovë. Unë nuk e di çka tani do të ndodh pas zgjedhjeve, po jam shumë i bindur që Partia Demokratike do të jetë me një program të qartë, do të ka një listë shumë funksionale, do të ketë personalitete plus, do të me të zgjedhjet e 28 dhjetorit, do të ketë shumë emra të ri, edhe kandidatëve dhe kandidatëve, dhe do të jenë njerëz nga fushat e ndryshme, të cilët jam i bindur që do ta marrin fuqishëm besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kurse qytetari, e them me përgjegjësi të plot, ne jemi në terren, unë jam kryetari i DEX Partisë Demokratike për Gjakov, qytetari nuk është i kënaqur me atë votën që ka dhënë me 28 dhjetor. Normal që këtu është pluralizëm politik dhe prape vota është e shejt, vota është besim, e ashtu siç vendos qytetari, ne do ta respektojmë. Si Parti Demokratike jemi të bindur, ne nuk po dojmë me fitu në kauzën e presidentit, përkundrazi na epim vendit presidentin, por nuk po don me marr presidentin. Nuk po don me pas president. Dy opsione i ka pas president. E ka pas opcionin me lë presidentin aktuale që ishte realisht Vjosa Osmani, ka pas opcion që është të negociu edhe sot me lidhjen demokratike,
Se nuk mundet zoti Kurti me aludu ja kush nuk e voton e kush e voton, se ai mundet me garantu për votat e subjektit vetë. Mirë, po për Vjosa Osmanin kishte deklarime nga pothuajse gjitha partitë politike që nuk është e pranueshme për ta. Tani jemi ka flasim një situatë re, kur LDK-ja po bën në këtë rast ka negociata, takime me vetëvendosjet. Dhe tani, dyat bashki kanë 81 votë. Për të zgjedhur presidenti duhen të jenë prezent Kuvend të Republikës Kosovës 80 deputet. Dhe unë jam i bindur që ata i kanë deputet me pas vullnet në këtë rast Albin Kurti, po nuk ka vullnet me zgjedh president. Është opcioni tjetër, me ftu Partinë Demokratike. Partia Demokratike e ka dhonë opcionin e vetë, ne jepim 2 emra dhe zgjidhet njerin nga 2 emrat që i propozon Partia Demokratike. Dhe 2 emrat do t'jenë thashë njerë, do t'jenë personalitete me integritet dhe do t'jenë personalitete që i hapin rrugë Kosovës dhe bojnë ura me bashkinë ndërkombëtare dhe e rikthejnë një normalitet mes raporteve me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kosovën dhe Bashkimin Evropian. E kuptoj. Tek këta 2 emra